Të nderuar shikues, mirë mbrëma, po nisim kështu bashkë edhe një edicion të RTK Prime. Sonte do ta nisim emisionin me gjendjen në komunat të cilat janë prekur nga vërshimet. Rreshjet e mëdha në ditët e fundit kanë sjellur përmbytje duke shkaktuar dëme në prona, në infrastrukturë, evakuime të familjeve dhe bllokim rrugësh. Gazetarët tanë janë në terren, kanë qenë gjatë gjithë ditës sot për të përcjellur këtë gjendje në komunat të cilat janë më të prekura. Tani në dalje, siç po e shihni, kam dy koleget e mia gazetare, është Arbresha Berisha në Klin dhe Edon Podvorisa në Mitrovicën e Jugut. Mirëmbrëma për të dyja, po e nis me Arbreshën. Mirëmbrëma Arbresha. Mirëmbrëma Fitore. Cila është gjendja për momentin në Klin? Po vazhdojnë rreshjet apo është më e qetë, nëse mund ta marrim si lajm të mirë në këto momente kur në Prishtinë po shohim që ka më shumë shi? Po, për dallim nga lidhja e kaluar që patën për lajme qendrore, na tashmë jemi zhvendosur rreth 300 metra më poshtë nga vendi i cili në Klin jetë si gurizi, pasi që në këtë pjesë vërshimet kanë shkaktuar dëmtime më të mëdha për banorët e kësaj zone. Fatmirësisht mund të them që rreshjet e shiut kanë nisur të ndalen, pasi që gjatë ditës kanë qenë mjaft të dendura, ndërkaq sigurisht që qytetarët janë të shqetësuar se mos po përsëritet edhe më tej gjendja e njëjtë sa i përket vërshimeve. Tani Donati do t'ju përcjell pak me pamje këtu nga vendi, pra jemi para një nga bizneset që operon në këtë pjesë të Klinës, i cili siç po shihet për shkak të nivelit të lartë të ujit, pra kati përdhes i tij është mbushur me ujë, është vërshuar dhe si rrjedhoi, pra dëmet janë të konsiderueshme, mirë po fatmirësisht në pjesën më lartë pra nuk ka depërtuar uji, për çka ky biznes po vazhdon edhe më tej të jetë i hapur dhe të operojë. Megjithatë, ne patëm mundësinë që të bisedojmë me pronarë të disa bizneseve tjera që operojnë këtu në këtë pjesë të Klinës, të cilët na treguan se katet e para të tyre të objekteve, pra që ata i zotrojnë, janë mbushur me ujë për çka ka ndërprerë edhe punën, ndërsa është ndalur edhe furnizimi me energji elektrike në mënyrë që dëmet mos të jenë më të mëdha se kaq. Ndërkaq një nga pronarët e një biznesi, pra na tregoi se dëmet e shkaktuara nga këto vërshime mund të arrijnë deri në 200.000 euro. Ai tha se është e pamundur që për një kohë të gjatë pra të operojnë për shkak që dëmet janë të konsiderueshme. Gjatë ditës kemi shndruar edhe në komunën e Klinës dhe fshatra tjerë përreth, ku është paraqitur një gjendje e qetë, megjithse janë disa zona ku edhe më tej pra ka vërshime, ka banorë të cilët janë vetë evakuar në katet e dyta të shtëpive të tyre, apo kanë gjetur alternativa të tjerë tek familjarët e tyre, pra me të parë që rreshjet janë të dendura, nuk ka pasur nevojë që autoritetet lokale t'i evakuojnë, pasi që të njëjtit janë vetë evakuar, ndërkaq sigurisht autoritetet lokale vazhdojnë të qëndrojnë në terren për të përcjellë gjendjen dhe për të sanuar gjitha dëmet të cilat janë shkaktuar gjatë këtyre ditëve në komunën e Klinës. Mund të them që situata vazhdon të jetë e rënduar, sidomos në fshatrat përreth, pasi në qendër të Klinës pra situata ishte e qetë, nuk pati vërshime, megjithse janë një numër i madh i familjeve të cilat janë vërshuar, po ashtu kemi edhe zona bujqësore, po ashtu edhe bizneset të cilat po vazhdojnë të përballen edhe më tej me vërshime, për shkak që shohim që vazhdimisht gjatë ditës rreshjet e shiut kanë qenë të dendura. Gjatë ditës në këtë komunë kanë dalë edhe zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës, sigurisht për të informuar më shumë me gjendjen aktuale, ndërsa autoritetet lokale na kanë thënë se kanë qëndruar mbrëmë deri në orën 4 të mëngjesit, pra për t'u siguruar që t'i sanojnë problemet tek lumenjt, në mënyrë që pra qytetarët mos përballen edhe më tej me vërshime. Ndërkaq ne kemi realizuar edhe një intervistë me kryetarin e komunës Klinës, i cili na ka njoftuar më shumë rreth gjendjes aktuale këtu, për çka ju ftoj të ndiqni një deklaratë të tij. Deri në orët e hershme të mëngjesit ka pas rreshje intensive dhe rrjedhat ishin në nivelet maksimale të lumejve kryesor.
Gjatë ditës vret një stabilizim i vogël, mirë po lumejt si që është drini i barë nuk kish ullje të nivelit, ndërsa orët e pasdites, siç po shihni, tani kanë rifillu reshjet dhe të shohim, jemi në monitorim plot, në bashkëpunim plot me qytetarët, gjithë ata që kanë nevojë për ne dhe fal atij bashkëpunimi, domethënë fal njoftimeve që po marrim nga terreni, ne po dalim në ndihmë me njerëz qytetarëve edhe në përmirësim të infrastrukturës të rrjedha ujore në përgjithësi, por edhe në kuptim të nevojave që të gjithë ata që i shprehin. A ka qenë numri i madh i lagjeve dhe fshatrave të cilët janë vërshuar për shkak të rreshjeve të shiut? Po, përgjatë të gjitha rrjedhave ka pas vërshime dhe ende vazhdojnë të jenë në të përmbytura zona të tëra, edhe bujqësore, po edhe ekonomi familjare, edhe biznese, siç janë ato të Gurizi, edhe pothuajse ka pas tërheqje gjatë ditës, por prapë në orët e mbrëmjes po vret një destabilizim edhe me shpresë që do të qetësohet pak situata. A vazhdojnë me qenë në terren ekipet e komunës? Të gjitha ekipet janë në gatishmëri të plotë dhe sipas nevojës ato reagojnë, sepse edhe zjarfikësit, edhe policia e Kosovës, edhe drejtoria e shërbimeve publike me kapacitetet plota, me kompanitë të cilat i kemi të kontraktuara për të dalë në ndihmë qytetarëve, janë të gatshme dhe në rast pas çdo thirrje ne do të jemi aty ku ka nevojë për gjithë. Sigurisht që deri me tani e kemi menaxhuar situatën me kapacitetet tona, me shpresë që nuk do të ketë eskalim të gjendjes, në kuptim të rritjes së përmbytjeve, përndryshe deri me tani po e menaxhojmë. Ishte pra kjo Arbresha Berisha nga Klina dhe intervista saj me kryetarin Zenone Lezaj. Po kalojmë në Mitrovicën e Jugut, siç po e shihni në pamje, atje është kolegja ime Edon Podvorica, e cila shihet që ka borë tani në Mitrovicën e Jugut, si duket shiu është ndalur. Besoj që ky është lajm i mirë, po nëse temperaturat janë të ulta dhe kemi borë, atëherë nuk e di se cilat do të jenë vështirësitë. Edon, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Po e shoh që ka rreshje të borës tani, si duket shiu është ndalur në Mitrovicën e Jugut, por realisht cila është situata në përgjithësi në terrenin e Mitrovicës? Atëherë shiu që nisi pas dite, teksa po vinim rrugës për në Mitrovicë të Jugut, u kthye në borë dhe në këto momente nga pamjet direkte që po ishini nga një prej zonave më kritike në Mitrovicë të Jugut, sa i përket një historiku që e ka kur vjen punat e vërshimet dhe përmbytjet, diçka që karakterizoi Mitrovicën në vitin 2023 përmes lumit Lushta, ku ndodhemi aktualisht. Pikrisht në vitin 2023, lumi Lushta doli nga shtrati dhe shkaktoi dëme të mëdha infrastrukturore dhe atyre të banimit në komunën e Mitrovicës, edhe një rrezik të tillë Mitrovica, të nderuar shikues, e pati edhe në 2 ditët e fundit, teksa doli nga niveli i tij i zakonshëm. Lumi Lushta doli nga niveli i tij i zakonshëm për të shkaktuar sigurisht atë çfarë ndodhi në 24 orët e fundit, teksa u ngret një shtab emergjent në Mitrovicë të Jugut, e që përcaktoi dhe mori veprime të cilat quan drejt nivelizimit të tij, duke ndihmuar sigurisht edhe nga rreshjet që u normalizuan dhe u reduktuan rreshjet e shiut që na përcollën në 2 ditët e fundit. Ai nivel në fakt që doli tashmë është ka rënë në pjesën e paraparë, megjithatë deri në një vendim tjetër kyçjet e këtij lumi mbetën të bllokuara, sepse ky lum që është i gjatë mbi 19 kilometra dhe që është degë djathtë e Ibrit fitore, përshkohet në tër Mitrovicën dhe e lidh në pjesën urbane, do të thoja, këtë qytet, i cili përdoret po ashtu edhe për të kaluar qytetarët. Nga pamjet që po i shihni tashmë drejt për drejt përmes kamerës dhe kamermanit Barbek Teshi, po shihni që hyrjet dhe daljet për këtë lum janë të bllokuara, janë marrë masat e nevojshme që qytetarët të shmangin këto hapësira me qëllim që të mos rrezikohen. Dhe ajo çfarë në fakt e përcolli Mitrovicën në 2023, sepse në këtë pjesë ka shumë objekte afariste
duke qenë se është pjesë e urbanizuar dhe ka shumë lokale të cilat bëjnë afarizëm e që u dëmtuan shumë, sigurisht që këtë herë nuk ndodhi, megjithatë kohët e fundit është bërë shumë pastrimi i nivelit të këtij lumit, diçka që e ka përmirësuar absolutisht situatën dhe mundësi që përsëri ky lum të dal nga shtrati, sepse vitet e fundit ky vend është përballur me gjuajtje në masë të madhe, do të thoja të mbeturinave nga qytetarët, diçka që e ka dëmtuar hapësirën e tij dhe nivelin e tij real për shka sa mundet të përçoj ujë i gjithë ky lum që ka gjatësi prej 19 kilometrave. Lajmi i fundit nga Mitrovica po ashtu është se kompania rajonale e ujësjellësit ka bërë të ditur se tashmë ka lëshuar ujin në drejtim të qyteteve që i furnizon me ujë, Mitrovicën e Jugut, Skenderajn dhe Vushtrën, që në 24 orët e fundit janë përballur me mungesë të ujit të pishëm, diçka që bëri që komuna e Mitrovicës të furnizoj me ujë të pishëm nga 2 prej rrugëve kryesore të saj qytetarët. Po ashtu, duhet përmendur se e gjithë kjo ka ndodhur edhe për shkak të renovimeve të cilat kanë qenë duke u bërë në kanalin e Ibër Lepenzit në Zubin Potok, duke qenë se atje ka qenë një bypass i krijuar tani për tani në fazën e renovimit dhe si pasojë e rreshjeve të shumta të shiut, në bypass ka pasur rënje të dheut dhe pikërisht ky dhe ka shkaktuar turbullime, gjë që ka bërë që të ndalohet uji i pirjes nga kompania rajonale e ujësjellësit në Mitrovicë, duke ndalur pra furnizimin e ujit të 2 prej impianteve kryesore që ka, atë në fshatin Shkabaj dhe tjetrin në Bivolak deri në këtë kohë. Megjithatë bëhet e ditur po ashtu se ka ky ujë që po shkon tashmë në këto 3 komuna të cilat i furnizon kompania rajonale ujësjellësit Mitrovica është në nivel të ulët, pra i reduktuar dhe preferohet dhe sugjerohet në qytetarët e këtyre 3 komunave që të mos sa përdorin për pije, por vetëm për larje dhe për përdorim sanitar. Në këtë kohë, gjendja në Mitrovicë është e qetë, ndërsa shtabi emergjent i komunës Mitrovicës e Jugut është ende aktiv për t'ju dalë ndihmë gjithë qytetarëve dhe jo vetëm qytetarëve, por edhe për të parë gjendjen e rrugëve dhe pjesët infrastrukturore të saj, të cilat mund të ndikohen nëse do të ketë rreshje tutje, qoftë të borës, qoftë të shihut, çfarë janë paralajmëruar edhe nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Këto janë informacionet e fundit nga Mitrovica, ndërsa tani ju lëm me disa pamje pa koment nga qyteti që tashmë po mbulohet me borë. Janë këta pra pamjet nga Mitrovica e Jugut, ishte një lidhje drejt për drejt e kolegës time gazetare Dona Podvorica dhe kamermanit Bart Bekteshi, të cilët na jepën informacionet nga atje edhe për gjendje në teren, por edhe sa i përket ujit të pijes, i cili tani më siç tha e Dona, do t'jetë në për familjet e Mitrovicës Jugut, por jo për pije, për shkak të arsyeve të cilat janë dhënë nga instituti. Do të shkojmë në Drenas, atje është kolegja ime Elmina Abdyli, do të shohim se cila është gjendja atje edhe Drenasi ka qenë i përmbytur në ujë, ka pasur edhe lidhje tjera të drejt për drejta dhe kronika gjatë ditës së sotme në RTK për treguar këto komuna, të cilat janë më shumë të prekura nga vërshimet. Elmina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Fitore, juve dhe gjithë shikuesve të televizionit tonë. Cila është situata për momentin, Elmina, në Drenas? Po Fitore, ashtu si që kemi raportuar edhe gjatë ditës së sotme, po ashtu edhe dje edhe Drenica është prekur mjaft rënd nga vërshimet e fundit, të cilat kanë përmbytur shumë lokale, e po ashtu edhe banesa private, shtëpi e të tjera. Sa i përket dëmeve, normalisht që ditëve në vazhdim, besoj do të dilet me ndonjë vlerësim, pasi që është mjaft herët, por si që shohim nga pamjet, po thuaj se gjithçka është përmbytur këtu në qendër të Drenasit, ndërkaq që zonat e prekura po ashtu janë Pokleku i Ri e Çikatova,
pra dhe disa fshatrat të tjera për rreth, por edhe Skenderaj, po ashtu janë vendbanimet më të prekura në komunën, do me thënë në rajonin e Drenicës. Ndërkaq që gjatë ditës së djeshme ka pasur edhe ndërprerje të rrymës për shkak që në stacioni i trafos është përmbytur po ashtu nga rreshte të shumta të shiut dhe ka pas ndërprerje të rrymës të energjisë elektrike, pra. Ndërkaq që po ashtu gjatë ditës së djeshme janë evakuuar edhe 20 shtëpi, 20 familje, pra për shkak të këtyre rreshtjeve të shumta të cilat kanë depërtuar uji i shiut, pra ka depërtuar në për shtëpi private e po ashtu siç e thash edhe në për lokale të ndryshme. Tani siç e thash jemi në qendër të Drenasit dhe xhiruesi Gramoz Ademi po i sjell pamjet edhe këtu mbrapa nesh nga rrethi ku vazhdon të ketë pra sasi të mëdha të ujit, por megjithatë tani për tani shiu është ndalur gjatë gjithë rrugës. Vlen të theksohet se që nga Prishtina e deri këtu në Drenas ka pasur rreshje të shumta të shiut, ndërkaq tani kanë filluar të binë temperaturat dhe shiu është ndalur. Kjo është gjendja aktuale në Drenas, e po ashtu siç e thash të prekura kanë qenë edhe Pokleku i Ri, edhe Çikatova e po ashtu edhe Skenderaj me rrethin. Fitore ne kemi provuar të kontaktojmë kryetarin e komunës Ramiz Ladrovsi apo dikë nga komuna, por për shkak të aktiviteteve të ndryshme dhe të shumta që kanë pasur këto ditë na është thënë se nuk kanë mundësi të dalin aktualisht për të paraqitur live, qoftë për ndonjë deklarat apo dhe për të treguar se si është gjendja ndoshta edhe e atyre familjeve që janë evakuuar dhe si është gjendja e lokaleve këtu. A ka probleme të tjera me energji elektrike? Tash sa po shohim energji elektrike ka drita në qytet dhe në për shtëpi të ndryshme. Nuk kemi ndonjë informacion nëse është ndërprer aktualisht rryma diku në ndonjë fshat tjetër apo edhe uji. Megjithatë, sa i përket ujit të pijes, është bërë apel në të gjitha komunat ku ka pasur rreshje të mëdha dhe vërshime që të kenë kujdes se qytetarët dhe të mos përdoret edhe nëse ka ujë në ujësjellës, të mos përdoret pra për pije edhe të tjera. Fitore, këto janë disa nga informacionet që kemi tani për tani nga komuna e Drenasit dhe nëse nuk ke ndonjë pyetje unë ta kthej linjën në studio. Ilmin, faleminderit, i the të gjitha, faleminderit që jeni aty për të informuar publikun e televizionit publik. Lajmi mirë është që në Drenas nuk paska për momentin rreshje të shiut, uroj të përfundoj kështu dhe besoj që situata do t'jetë më e menaxhuar më letë derisa nuk kemi rreshje të tjera të shiut. Faleminderit shumë, sepse do të shkojmë te një kolege tjetër e jotja dhe imja, është Nora Gjuzi në Malishev, e cila besoj do të na informoj nga atje për gjendjen në Malishev, realisht cilat pjesë janë më të prekura, sa familje është dashti lënë shtëpitë e tyre, çfarë po thonë emergjenca në komunën e Malishevës. Do të flasim me Norën, nëse e kemi në linjë të drejt për drejt Nora Gjuzi në Malishev, sepse është lajmëruar. Po, e kemi. Mirë mbrëma, Nora, po më dëgjon, besoj? Po, Fitore. Cila është gjendja në Malishev, lajmi mirë, edhe juve për ju shoh që nuk keni ambrell që i bie që nuk ka rreshje shiu, besoj ky është lajmi mirë, por realisht si ka qenë situata në terrenin e Malishevës? Po, Fitore, vetëm dua të potencoj që gjatë ardhjes tonë nga Prizreni për në Malishev të rreshurat e shiut kanë qenë të shumta në autostradë, dhe kjo derisa mbërritëm në Malishev, në këto momente është ndalur shiu, por niveli ujit sërish është rritur. Ne gjatë gjithë ditës kemi qëndruar në komunën e Malishevës, kemi parë dëmet në ekonomi familjare, në biznese, ndërsa për të folë më tepër, pra dhe e dim që në orët e pasditës presidenti Vjosa Osmani ka vizituar komunën e Malishevës si një nga komunat më të prekura, e cila u përfshi nga vërshimet gjatë rreshjeve të fundit që përfshin vendin tonë. Pranë vetës kam kryetarin e komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, me cilin do të bisedojmë për të parë se si po menaxhohet e gjithë gjendja këto ditë. Kryetar, faleminderit shumë dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë për mundësinë. Si po arrini të menaxhoni gjithë këtë gjendje?
Ne posa janë shfaqur të reshurat me intensitet lartë, sidomos në komunën Malishevës, kemi themeluar shtabin emergjent nga të gjitha njësitë specifike, sikur që është Policia e Kosovës, njësia zjarfikësve, përfaqësues të qendrës mjekësisë familjare, po dhe gjitha drejtoritë përkatëse në Komunë Malishevës kemi arrit nivelin e gatishmërisë dhe kemi themeluar shtabin përkatësisht shtabin emergjent me qëllim që të jemi më afër qytetarëve, që të kujdesim më shumë për ta, që të realizojmë nevojat e domosdoshme që ka krijuar kjo situatë jashtëzakonshme përkatësisht kjo fatkeqësi natyrore. Deri më tash kemi kaluar mirë, hipotecuta jo që kemi dëme të jashtëzakonshme tek ekonomitë familjare, tek bizneset që shtrihen për gjatë lumit Mirusha, po edhe gjithandej edhe sigurisht edhe infrastruktura publike është demoluar apo është shkatruar tej mase, sigurisht që është njëra prej objekteve me rrezikshmëri të madhe, diga këtu në Malishevë, e cila gjatë kësaj kohe ka psuar dëme të konsiderueshme dhe shpresoj që ne të ardhmen do të me pas kujdesin e shtuar rreth asaj digës nga institucionet përkatëse, sikur që është Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, po sigurisht edhe ministritë relevante të tjera që duhet të kujdesen për objektet me rrezikshmëri të madhe. Mirë po, kemi pas edhe dëmet e tjera, sikur që thash, sikur në ekonomitë familjare ku shumë shtëpi i ka vëshuar uji dhe nuk kanë pas mundësi ato që tani për tani të rithemelojnë prap jetën aty. Është dashur që të zhvendosen një 5 familje prej tyre janë zhvendosur tek të afërmit e vetë. Mirë po, shpresojmë që gjatë ditëve në vijim ne do të shtojmë kujdesin edhe për këto familje, sigurisht që ato do të kthehen në shtëpitë e veta. Kryetar, jeni në gjendje gatishmërie apo të ndërmerrni masa shtesë, mekanizma të cilat duhet të përdoren ndoshta për të evakuuar familje tjera të cilët edhe neve sot na thanë që po ndihen të rrezikuara ende? Me tutje është për shqetësim të reshurat që sapo kanë filluar, edhe është rritur niveli i shtratit lumit Mirusha, mirë po është rritur niveli i të gjitha rezervateve të ujit, sigur që jemi që qëndron mbas neve para dite ka qenë mirë, po tash është ngrit për 30 cm, kështu që edhe me tutje është frika, po është shqetësimi jon edhe i mëtejm që niveli i ujit do të ngritet edhe do të kemi edhe me tutje sfida, apo do të kemi vështirësi në qarkullim të qytetarëve në drejtimet e dëshiruara, po sigurisht edhe në realizimin e nevojave të domosdoshme të qytetarëve. Kryetar, cilat I kemi rrugë të bllokuara, sepse po shohim që pavarësisht vështirësive në qarkullim automjetet po vazhdojnë të shfrytëzojnë rrugë që ndoshta nuk duhet të jenë të kalueshme nga ana e tyre. Edhe pse ne kemi tërhequr vërejtin edhe përmes edhe Policia e Kosovës, e cila I ka vu shëritat ndalues që mos të qarkullohet në disa drejtime, prap janë disa qytetarë të cilët ndoshta të shtyrë nga nevoja e tyre tentojnë që të kalojnë në anën tjetër të rrugës apo në drejtimin e dëshuar. Kjo është për të shqetësuar, sepse të gjithë qytetarët duhet të shtojnë kujdesin dhe të respektojnë rekomandimet e organeve të sigurisë për kalim apo për mos kalim. Tani për tani kemi rrugën të bllokuar në drejtim të fshatit Gurbardh dhe kemi ujë atje, e cila ka psuar dëmtime të mëdha dhe nuk mund të ketë sanime të menjëhershme ajo ujë për shkak se dëmtimet janë aq të mëdha sa që nuk na lejohet tani për tani të intervenojmë. Mirë po, edhe kjo aksi që jemi këtu mbrapa neve në drejtim të autostradës prej Malishevës, këto kemi me pengesa shumë mëdha sepse niveli I ujit po rritet. Sot ka qenë niveli më ulët, mirë po tash ju vetë po shihni që të reshurat po vazhdojnë, po rritet intensiteti I tyre, edhe neve edhe me tutje po na vështirëson. Në bazë të dhënave meteorologjike pritet që të reshurat të vazhdojnë deri te dielën, e ne me shtabin që kemi themeluar, shtabin emergjent, do të jemi kujdestar gjatë gjithë natës së ditës me kujdesari që t'ju dalim në ndihmë familjeve që kanë nevojë apo qytetarëve të cilët kanë nevojë për neve, sidomos ata të cilët kanë problem me ujin në shtëpi. Faleminderit shumë, kryetar. Faleminderit edhe juve.
Fitore, ishte kjo lidhja jone e drejt për drejt nga komuna e Malishevës si një nga komunat më të prekura nga vërshimet e fundit që përfshin vendin tonë, nëse nuk kemi diçka për çtu kaloj linjën të kjo në studio. Faleminderit edhe për këtë intervistë me kryetarin e Krem Kastrati Nora, faleminderit edhe për informacionet për komunën e Malishevës. Do të shkojmë në Gjakov. Atje kemi kolegun tim Islam Haxhiu, i cili do të na informoj për situatën në Gjakov, se si është gjendja tani për momentin dhe si ka qenë gjatë ditës. Mirëmbrëma, Islam. Mirëmbrëma. Çfarë situate kemi në Gjakov sa i përket vërshimeve, Islam? Po, me qenë se gjatë ditës së sot me situata ishte pak më e lehtë se sa një ditë më parë, megjithatë në orët e pasdites shiu filloi përsëri, kështu që sasia, intensiteti edhe i rrjedhës së lumbenëve po rritet. Mirë po, sipas zyrtarëve komunal, çdo gjë është nën kontroll, është situatë menaxhueshme, po ashtu edhe në komunën e Ri ku ishim paraprakisht edhe atje gjendja është nën kontroll, ndonse ka dëme të konsiderueshme, sidomos në infrastrukturë dhe në prona tjera bujqësore. Edhe në komunën e Gjakovës, domethënë është dëmtuar sidomos ekonomia familjare, ku me rast në për shumë shtëpi ka depërtuar ujë dhe ka shkaktuar dëme shumë të mëdha. Vlen të theksohet se që nga mbrëm janë evakuuar rreth 20 familje, të cilat tashmë janë në vende të sigurta. Si duket Islam Haxhiu, kolegu nga Zar, nga Gjakova, ka pak problem me linjën. Islam, po më dëgjon sërish? Po, përsëri, tash më ndodhe Kisha një pyetje, sa i përket ujit pijes, të lutëm, si është gjendja në Gjakov, ka ujë, e di që nuk mund përdoret për pije, po të paktën ka ndalesa në komunën e Gjakovës? Jo, deri në këto momente kur po raportojmë nuk ka pasur probleme të kësaj natyre, ndonse mund të paraqitet me qenë se sasia e ujit, domethënë është rritur shumë edhe realisht mund të ketë edhe probleme të tilla. Mirë po, sipas informacioneve që kemi spaku, unë kam bërë pyetje edhe direkt tek organet përkatëse, nuk ekziston ky problem. Islam, faleminderit për këtë linjë të drejt për drejt nga Gjakova, faleminderit për informacionet që i solli nga atje. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë lidhjen me komunat, por pas pak do ta kemi ministrin në detyrë të infrastrukturës, zotri Hussein Durmishi, për të diskutuar për situatën e cila është në përgjithësi dhe për atë se çfarë do të ndërmerr qeveria e Kosovës, cili është bashkëpunimi i qeverisë me komunat në këto momente të vështira që po i kalojnë qytetarët e komunave të Republikës Kosovës me vërshimet. Siç nisëm emisionin me Klinën, Drenasin, Gjakovën, Mitrovicën, Malishevën, ishin kolegët tonë gazetar, pra kamera e RTK-s, ishte në të gjitha komunat për të sjellur informacionet e fundit nga atje. Kishte diku lajme të mira aty ku ishte ndalur shiu, në Mitrovicën e Jugut kishte nisur bora, rreshje të mëdha të borës, dukeshin nga pamjet të cilat i solli kamermani jon Bart Bekteshi, por në Drenas për shembull, në Klinë, në Gjakov, duke që rreshjet e shiut janë ndalur, edhe pse pasdite kishte pasur më shumë. Ka rrugë të cilat janë të bllokuara, siç thanë edhe në intervista kryetarit e komunave, por gjithsesi edhe aty ku janë të liruara, qytetarët duhet të kenë kujdes, sepse po mbretëron një gjendje jo e mirë e motit, kështu që të gjithë qytetarët të cilët kanë probleme në komuna të cilat janë të prekura nga vërshimet, duhet t'i drejtohen shtapit emergjent, siç thanë edhe kryetarët e komunave dhe kolegët tanë gazetar, të gjitha komunat tani kanë shtabin emergjent të themeluar në komuna, janë evakuar familje, janë ndihmuar, kështu që fatmirësisht ka pasur vetëm dëme materiale, jo në njerëz, dhe besoj ky është lajmi më i mirë i këtyre ditëve, pavarësisht që edhe dëmet materiale janë të kushtueshme dhe uroj shumë që këta qytetarë të kenë ndihmën për këtë. Se si do t'jetë kjo, e kemi ministrin në detyrë të infrastrukturës, zotri Hussein Durmishi. Mirëmbrëma ministër, faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt. Mirëmbrëma, faleminderit për mundësinë. Ne pam pak a shumë gjendjen e komunave, ministër. Kamera e RTK-s ishte në
6 komunat kryesore të cilat janë më shumë të prekura, shumë prej tyre kanë shpallur edhe gjendjet jashtëzakonshme, ju kam pa që keni qenë në teren në disa komuna, por në përgjithësi, cila është situata që i keni nga informacionet e fundit? Po, gjendja në përgjithësi është e rënduar në shumicën e komunave, sidomos dje ka qenë gjendja mjaft e rëndë, sot është normalizuar paksa, ka pas rreshje më të vogla të shiut dhe gjendja është nën kontroll, është duke monitoruar nga të gjitha institucionet përgjithëse edhe të nivelit qendror edhe komunal, po intervenohet aty ku është e mundur të intervenohet në mënyrë që dëmet janë sa më të vogla. Ministër, a konsideron ende zona në rrezik për momentin që po flasim, me një rrezik më të shtuar? Shqip Kosova në përgjithësi është zonë rrezik prej përmbytjeve, prej vërshimeve, edhe këtë vit ne kemi më shumë rreshje të shiut se sa rreshje të borës dhe kjo është një farë situate që po ndodh në krejt Evropën, pra e kemi një zhvendosje të normale sezonale, ku thasirat e verës edhe vërshimet e dimrit kanë filluar të bëhen normale edhe në Kosovë. Tani ne si ministri kemi kalu prej reagimit emergjent në fazën e menaxhimit të rrezikut, janë identifiku 398 zona që janë me rrezik të konsiderueshëm nga përmbytjet në nivel vendi. Përfshirë këtu që janë 108 zona janë me rrezik ekstrem. 95 zona janë me rrezik shumë të lartë dhe 195 zona janë me rrezik të lartë. Tash, kjo përfshin një pjesë të madhe të teritorit të Kosovës, janë rreth 491 kilometra lumenj që janë të ekspozuara ndaj përmbytjeve në përgjithësi në Kosovë. Brenda këtyre 2 viteve të fundit, ne kemi ndërtuar rrjetin modern të monitorimit në kohë reale. Dhe ju keni mujt me brejt që tash edhe paralajmërimet për përmbytje bën shumë më herët, në mënyrë që të mund të mirën masa që dëmet jenë sa më të vogla. I kemi bërë 23 stacione meteorologjike që janë automatike, mandej 36 stacione të rreshjeve, 34 stacione hidrometrike dhe 40 pika të monitorimit të ujrave nëntoksor. Të gjitha pellgjet lumore në Kosovë sot janë të monitoruara përmes senzorëve, të cilat janë me të dhëna reale, dhe më thënë kohë reale vinë të dhënat. Tash, kjo e kemi bërë dhe hartën e rrezikut prej përmbytjeve në nivel në nivel vendi dhe kur do që paralajmërohen vërshime, përmbytje, AME dhe institucionet tjera i din pikat kritike dhe mund të intervenojmë sa më shpejt. Gjithashtu, ne si ministri jemi kujdes që kemi fillu rregullimin e shtretërve të lumenjve në disa pjesë të Kosovës dhe disa i kemi në pjesë të programit edhe të buxhetit edhe për vitin 2026. Problemi më i madh sa i përket çështjes së vërshimeve ka të bëjë me degradimin që është bërë lumenjve dhe pellgjeve lumore, si dhe me ndërtimit e egra, e paleje që janë ndërtuar, gjithkohon janë dëmtuar gypat e trajtimit të ujrave atmosferik dhe mbeturina që udhen nëpër lumenj. Kjo ishte realisht, ministër, nëse po më dëgjon, kjo ishte realisht ajo që u tha dhe nga gazetarët në teren. Pra, shtrati i lumenjve, kjo edhe pa përgjithësia e qytetarëve për të hudhur mbeturina e kanë vështirësuar më shumë situatën. Po, për ata qytetarë që pyesin, pse disa zona, ju tha që e keni një hartë se cilat zone janë në rrezik, pse disa zona përmbyten çdo vit? A mund të ketë një plan më afatgjatë, sepse ne i dim që çka vjen nga natyra nuk është gjithmonë në dorën e njeriut, por të paraprihet që mos të përballemi me situata të tilla. Tash e kemi më të lehtë edhe si institucione qendrore dhe lokale që të intervenojmë sa më shpejt në të gjitha këto pika kritike të cilat shkaktojnë përmbytje e vërshime, sepse e kemi monitorimin në kohë reale dhe e kemi hartën e rrezikshmërisë. Deri më tani nuk e kemi pasur.
ne nuk e kemi ditë kur po ndodhin vërshimet, sot e dim paraprakisht. Prandaj jemi duke investu në rregullimin e shtretërve të lumenjve dhe shumë investime do t'i bëjmë në këto pika kritike në mënyrë që të jenë vërshimet sa më të vogla dhe sa më shpejt që është e mundur edhe t'i eliminojmë ato. Mirë po, duhet punë edhe i nivelit qendror, edhe komunave, edhe qytetarëve, një farë përgjithësie edhe të gjithë qytetarëve, të mos hudhin mbeturina në lumej, të mos i dëmtojnë kanalet e trajtimit të ujrave atmosferike, gypat, kudo që ata ndërtojnë. Edhe komunat kanë kujdes kur japin leje ndërtimore, të i monitorojnë gjatë ndërtimit në mënyrë që të mos bën dëmtime të tilla. Pra, është një gamë gjerë intervenimesh që duhet bën nga të gjitha institucionet. Ne krejt tash në situatën që jemi, po bëjmë gjithçka që është e mundur që t'ju dalim në ndihmë komunave përmes operatorëve ekonomik që i kemi në terren, kontratave të mirëmbajtjes. Unë ju kam bërë ftesë të gjithë kryetarëve të komunave që kudo që ata kanë nevojë, i kanë kontaktet e menaxherave tonë në terren, t'i kontaktojnë dhe pa asnjë hezitim 24 orë janë në dispozicion të secilës komunë kudo që ka nevojë që ata të intervenojnë. Kam një pyetje edhe për rrugët. A ka rrugë nacionale apo ndoshta edhe lokale, rajonale që janë bllokuara për momentin për qytetarët që po na shohin? Aktualisht, pothuajse të gjitha rrugët janë të kalueshme, ka disa vende, po them, ku janë ka pas sasi të ujrave për shkak se janë blloku gypat e drenazhimit, kanalet e kullimit që njihen, por që vazhdimisht është punu që 2 ditë që ato të zhbllokohen dhe tani ka vende ku ka rshitje të gurëve, rshitje të dheut dhe kompanitë e mirëmbajtjes janë vazhdimisht duke punu në terren në mënyrë që secila rrugë të jetë e kalueshme. Pra, në njërën anë po punojmë në mirëmbajtje të rrugëve, dhe në anën tjetër, ne kemi edhe vitin e kaluar, kemi punu disa shtretër të lumenjve, tani i kemi në procedurë të vlerësimit edhe 3 llote edhe për rregullimin e shtratit të lumit Drini i Bardhë dhe shumë projekte tjera të cilat do të ndikojnë që të kemi sa më pak vërshime në të ardhmen. Ministër, faleminderit për këtë linjë të drejt për drejt, uroj që ditëve në vazhdim të kemi më shumë fat edhe me motin këto ditë. Faleminderit gjithashtu dhe po shfrytëzoj dhe këtë rast që edhe njëherë të bëj thirrje të gjithë qytetarëve që kudo që ka nevojë, kompanitë tona janë në terren dhe janë në dispozicion të qytetarëve dhe të komunave në mënyrë që të kalohet sa më lehtë kjo situatë. Faleminderit. Faleminderit. Po e përmbyllim këtë linjë të drejt për drejt me Ministrin në detyrë të infrastrukturës, Zotri Hysen Durmishi, për të vazhduar me një lidhje të shpejtë të drejt për drejt telefonike kësaj radhe me Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për të parë se si do t'jetë moti në ditët vazhdim dhe do t'i rikthejë temës tjetër në RTK Prime. Mirëmbrëma, Besim? Mirëmbrëma për ju dhe shikuesit e televizionit Kosovës. E dim që deri sot janë paralajmëruar rreshje të shiut, si do t'jenë ditët në vazhdim në Kosovë? Po, për momentin vendimi është në ndikimin e fushave ciklonike, do të jemi në lerat e normales në presion atmosferik. Era tani vetëm ka kthy kohën nga jugu thështë deri më tani, duke krijuar kushte për rreshje shiu, tani era është kryer nga drejtimi i veriut dhe temperaturat janë duke rënë në mënyrë rapide, do të thotë dhe kështu që janë duke plotësuar kushtet që këto rreshje shiu të shndrohet në rreshje dore. Rreshje dore për momentin është duke rënë në vise të larta dhe në pjesën veriore. Kujtoj në Mitrovic dhe për fshatrave të Mitrovicës, Leposaveç dhe në të përgjithsisht pjesa veriore e Kosovës. Dhe këto rreshje të vorës pastaj gjatë orëve vijuse do të shtrihen edhe në gjithë territorin e Kosovës, kështu që mendoj se nesër Kosova do të jetë në një petë të bardhë, do të thotë me borë. Pastaj era do ta mbajë këtë drejtimin e verut, duke krijuar kushte që të kemi
ullje edhe më shumë të temperaturave dhe do të kemi ngrita, do të thotë mëngjesi dhe pjesës së parë të ditës paraqiten të kemi ngrita dhe temperaturat pastaj të bien -8, -9 gradë Celsius, por që pas kësaj bore në vendet ku kemi kthjellime do të krijon kushte që temperaturat të ulen edhe në vlera në vlera dyshifrore, do të thotë gjatë javës së ardhshme. Të premten nuk paraqit kemi rreshje, pastaj sërish të shtunën dhe diellën paraqit kemi rreshje, javë ardhshme pastaj pritet me kushte tjera me temperatura më të ulta. Zotri Aliu, faleminderit për këto informacione për emisionin RTK Prime. Ne në fund e kemi kronikën për vërshimet në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut dhe do të rikthehemi në RTK Prime për debatuar për temën të cilën ne kemi quajtur si detyrat e parë të qeverisjes Kurti. Do të diskutojmë me analistë të ftuar në studio. E ndjekim kronikën dhe rikthehemi me njerë në studio. Përmbytjet në zonën e Ish-Kenetës në Durrës kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme, duke lënë qindra familje të përballen me pasojat e ujit, që ka dëmtuar banesa dhe orëndit. Mbi 800 banesa kanë prezencë uji, ndërsa 180 banor janë detyruar të evakuohen për arsye sigurie. Në terren janë angazhuar 15 grupe verifikimi, të cilat po evidentojnë dëmet dhe po ndjekin nga afër situatën. Kemi që në orën 7 mëngjesit, dje, ra një shi erdhi kështu për 5 minuta mu dëgje. Gjitha o borë, që janë gjitha me lavatriqe, me divan, me komplet. Kam fikë dhe automatin që smosët e të prizat të korrentit. Mbytemi për era me vjetë, s'ka, janë blokuar kanalet. Kemi frikë të rrinë shtëpi tona. Ka vajtë... Që dhe më shkeni në banesë? Komplet, ka t'i parë me vjetë. Kundra bufet, dolap, ato të gjumit me vjetë. Komplet. Për momentin rreshtet kanë pushuar, por sipas parashikimeve, ato pritet të rinisin. Në pjesën më të madhe të qytetit të Durrësit, rrugët janë të kalueshme dhe procesi mesior po zhvillohet normalisht, ndërsa autoritetet mbeten në gatishmëri për çdo përkeqësim të situatës. Rreshtet e shumta të shiut që kanë rënë gjatë 24 orëve të fundit nuk kanë shkaktuar dëme në Maqedoninë e Veriut. Në rajon e malësisë së Sharit ka patur rritje të nivelit të ujit në Përpëronjë dhe në lumin Shkumbinj që kalon përmes Tetovës. Rrugës për në banjën e këtij qyteti ka patur rëshqitje të dheut dhe të gurve, të cilët janë larguar nga kalimtarët dhe organet komunale. Dje ka pas të rreshuna të mëdhaja këtu, dje ka pas më shumë gur kanë ra prej nalt, pas here bien. Faleminderit gjellë pi komunës, erdhë bageri edhe e pastroj këtë rrugën këndej. Dhe ne kalimtarët që kalojmë, për çdo ditë edhe e pastrojmë. Situata ka qenë e qetë, nuk ka pasur dëm apo vërshime. Në disa raste ka patur rëshqitje të lehtë të dheut të pjesa e rrugës së banjës, por normalisht edhe aty është intervenuar me njëherë, por pastaj përsëri shkaku i shiut janë paraqitur raste të tilla. Edhe lumi Lepens që hyn nga Kosova në Maqedoninë e Veriut ka pasur rritje të nivelit të ujit, por nuk janë shkaktuar dëme nga rrjedha e tij. Disa vite më parë nga vërshimet që patën përfshi malësinë e Tetovës dhe Hasanbegun e Shkupit, pati edhe viktima. Rikthehemi tani në studion e RTK Prime për të diskutuar për temën që paralajmërova më herët, punët e para të qeverisë Kurti, pa tani më ka përfunduar thuajse gati procesi i numërimit, janë edhe disa vota me postë që po vazhdojnë në qendrën e numërimit në KQZ, por realisht rezultati dihet që janë numrat për të krijuar qeverinë Kurti, janë numrat për të konstituar kuvendin, kështu që do të dihet pak a shumë edhe ndoshta ministrit, sepse në një intervistë të fundit kryeministrit Kurti ka thënë që do të jetë pak a shumë ashtu siç ka thënë në herën e kaluar, përveç atyre të cilët edhe kanë marrë vota më shumë në listën e deputetëve të lëvizjes vendosje. Këtë do ta diskutoj me zotrin Milazim Koci, mirë se ke ardhur, faleminderit. Dorajti Meri, mirë se ke ardhur, Sadik Zeqiri, mirë se ke ardhur. Mirë se kemi qenë.
Ne kemi quajtur, zotri Koci, punët e para qeverisë Kurti, sepse për shkak që kemi pasur një farë blokade të gjatë, dhe kur e mendon viti 2025 thënë popullor që ka shkuar huq, për shkak të blokadës institucionale, syt janë të gjithë për të parë se si do tjetë qeverisja Kurti. Mendoni që do tjetë më shumë mandat ekonomik, kjo për shkak të kërkesës qytetarëve, inflacionit, gjendjes në përgjithësi ekonomike, apo do tjetë edhe mandat në aspektin e politikës jashtme për shkak zhvillimeve geopolitike që po ndodhen në botë? Kjo e dyta, nuk kam asnjë dilemë që tema qendrore në këtë mandat do duhet të ishte politika jashtme. Hiç më larg se sot dëgjova një intervistë Francis Fukuyamës, është filozof dhe politolog shumë i njohur në Amerikë, ndër më të njohurit, dhe ai hapur pa asnjë ekivok, pa asnjë rezervë, thotë se në takimet Trump Putin në Alask, ata janë marrë vesh për ndarjet të sferave të interesit. E thotë të mënyrë të prerë dhe është njëri që nuk ja huq në parashikimet e veta. Ka një libër shumë të njohur, Fundi i historisë, do të thotë, është politolog i jashtëzakonshëm dhe unë besoj që ajo qëndron. Prandaj mendoj që politika jashtme do të jetë dhe do duhet jetë në formë imperative tema e parë. Pse? Sepse thjesht mund të gjendemi një ndarje e tillë ka ndodhur për herë të fundit në vitin 45 në Jallë. Dhe e ka përcaktuar do të thotë fatin për 80 vite të Evropës dhe pjesëve tjera të botës. Edhe tani mund të ndodhe njëjta, që ajo çfarë bëhet në qendrat botërore tani në këtë kohë, tani nuk kemi të bëjmë me një konferencë në Jallë ku janë taku do të thotë 3 liderët botëror dhe kanë vendosur në këtë rast kemi të bëjmë me takimet kohëpasmoshme kryesisht ekskluzivisht të presidentit Trump dhe presidentit Putin, dhe është evidente që Evropa ka dalë nga loja, nuk është në lojë, nuk është as Kina. Ata do t'i përcaktojnë, do të thotë, dihet tashme që do të thotë Amerika do të synon dominimin në hemisferën perëndimore, Rusia, siç e thotë Fukuyama, synon dominim në Evropën lindore, pa e saktuar se çka. Prandaj do të jetë shumë e rëndësishme që ne të përcjellim çfarë është duke ndodhur dhe që të reagojmë nëse na kërkohet diçka. Në këtë rast më mendoj jo nga Bashkimi Evropian, nuk është Bashkimi Evropian aktualisht forcë që mund të imponojë diçka. Është në vëzhgim Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është në vëzhgim, absolutisht. Janë me derte më të mëdha se ne ndoshta, por nëse ndonjë nisme vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si nisme tyre unilaterale e njëanshme, besoj që udhëheqja e Kosovës bashkë edhe me opozitën do duhet të kenë një minimum të konsenzusit që të mos lëshohet ajo çfarë ofrohet. Ajo çfarë është vetëm edhe një gjë. Ajo çfarë është miratuar në Kongresin Amerikan, 3000 faqe dokument që kanë të bëjnë me sigurinë nacionale të Shtetit të Bashkuara, që ka të bëjë edhe me Kosovën, pasuesi që ka të bëjë me Kosovën, është shumë i favorshëm për Kosovën. Aty është përjashtuar, kërkohet ndarje, njohja reciproke, është përjashtuar mundësia ndarjes dhe këmbimit territoreve, dhe në formë ki raporton kurtuazie kërkohet vazhdimi i dialogut, i cili megjithatë mendoj që nuk do të jetë rendite këtë vit, sepse thjesht në Serbi tani ka zgjedhje, do të ketë. Bashkimi Evropian është i përçar, nuk besoj që nga dialogu duhet pritur, por po them duhet vëzhguar shumë mirë, duhet mbajtur kontakt direkt me Washingtonin për të parë se nëse do të vinë ndonjë nismë nga Washingtoni, rrasa janë politike të jetë e gatshme, sepse po them, nëse lëshohet si rast, Kosova mund, jo Kosova, edhe vendet tjera mund të hapsojnë. Drejt, ku qëndron në këto punët e para të qeverisë Kurti, apo do të vazhdojsh në kontinuitet të asaj që tha Koci? Këto ditë ne jemi përballur kogja me disa zhvillime interesante, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka njës të politikës, të drejtës ndërkombëtare, të cilët po e vëzhgojnë dhe po analizojnë atë se çfarë ndodhi me Venezuelën, me Maduron respektivisht, dikush flet për rendin e ri botëror që po e nisin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot lexova shumë për Grenlandën, për shembull, një prej
diskutimeve që po ndodh atje për atës që Trumpi e synon, Kanadaja normalisht edhe Bashkimi Evropian po ashtë që ka pasur një reagim që nuk është e mundur. Në gjitha këto, edhe pse ne jemi një Kosovë, duke që jemi e vogël, po jemi një farë interesi. Po të lashe bojmë. Edhe bojmë të lashe. Realisht kemi qenë në listën e këtyre zhvillimeve gjithmonë. Për ironi dua të njësë që detyra e pare qeverisë që jenë trajtimi lumejve. Vazhdimisht të kemi thënë në fushat. Kjo është prioritet do tjetë për qeverinë e Kosovës. Ujrat është prioriteti, duhet jetë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë së jashtme të Republikës. Sepse kjo që është jetë dhe tash është mënyra se si kemi trajtuar lumet, liçenjt, mënyra se si kemi trajtuar ndërtimin. Dhe prandaj unë konsideroj që kjo është një hakmarrje e detyrueshme ndaj nesh dhe kjo që apo ndodh më vije keq për ata që kanë mësuar, por kjo është mënyra se si kemi trajtuar në natyrën dhe veçanti lumet, dhe kjo është, sa themi, një hakmarrje drejt për drejt që po na bëhet. Uroj që kjo të jetë të kaloj pa dëme të mëdha dhe uroj që të mos ketë asnjë dëm në jetë njerëzish, por është një moment reflektimi besoj dhe prandaj e thash edhe me ironi që detyra e parë e qeverisë do të jenë trajtimi i ujrave. Në politikën e jashtme, shtetet vëzhgojnë në mënyrë të vazhdueshme për të parë se dinamikat ka po shkojnë. Unë konsideroj që vendet e vogla si Kosova e kanë të domosdoshme një vëzhgim edhe më të intensifikuar sepse është vend në bërje. Dhe është vendi që më së shumti është arritur ose ka ngjecur për shkak të konfiguracioneve gjeopolitike botërore. Pra Kosova është çliruar për shkak të një konfiguracioni ndërkombëtar, është krijuar si shtet për shkak të një përkraje ndërkombëtare të një hemisfere. Është ku është pa një prani të madhe ndërkombëtare ose pa njohje edhe pa antarësim në Organizatën e Kombëve të Bashkuara, pikërisht për shkak të këtij konstelacioni të madh gjeopolitik. Nuk do mend, 22 shkurti 2022 se ka ndryshuar dramatikisht botën. Bota do të jetë më e njëjtë siç edhe po duket pas intervenimit të Rusisë në Ukrainë. Dhe tashmë ne duhet të shohim botën se si do duket pas konfliktit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm disa ditë përpara e kanë arrestuar, e kanë kap, që me thonë, një president të një vendi sovran. Dhe e kanë vendosur para drejtësisë amerikane për shkak se i njëjti është i lidhur me narkoshtetin, siç po pretendon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ka qenë e paparë në historinë botërore dhe ne duhet të shohim se çfarë është duke ndodhur tash dhe duhet të reflektojmë konform kësaj ngjarjeje. Bota do të jetë më njësoj. Dhe prandaj vendet e vogla sikur Kosova duhet të shohin shpëtimet e tyre si stabilitet konform këtyre konfiguracione dhe veçanti në partneritet të plot me atë që e përcakton këtë rend botëror. Jemi me fat. Është momenti që ta themi mazëshëm, se realisht ne kemi qenë gjithmonë të zëshëm për këtë partneritetin me Shtetet e Bashkuara, këtë mirënjohjen që kemi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po për shkak zhvillimeve, ndoshta edhe luftës në Ukrainë, ndonjëherë është krijuar kjo perceptimi i njerëzve të Kosovës që ndoshta nuk është më interesi i parë Kosova për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është ky momenti që ne duhet ta themi më zëshëm, të jemi më lëbues sa i përket çështjes dhe mbështetjes? Në vëzhgimin tim Kosova kur s'ka qenë prioriteti i parë i SBA-s, asnjëherë. SBA ka tema të mëdha, çështja e Kosovës është një piece of cake për SBA-n. Jeni të sigurt për këtë çështje. Po shkruaj bombardu Serbia. Nashta ai ka një moment se ta themi i shpejt, sepse dinamikat janë as të mëdha në politikën botërore saqë rastet sikur Kosova pothuajse kalojnë sikur në për për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ajo fol për rend botëror, fol për ekonomi botërore, fol për siguri botërore dhe prandaj ajo prej kushtit kemi qenë fokus i SBA-s në kuptimin përmbajtësor. Thën Trumpi 2-3 herë ka ndaluar një luftë në 6-7 herë. Ja, ai ka thënë më shumë se kaq. Më shumë se kaq. Nuk i bie që është shumë piece of cake, si që thënë në anglishtën tënde pjesë e vogël, por... Jo, dorën në zemër, ai thëtë ka pak edhe për shkak të kreditës së tij, edhe për treguar sukses të kështu me radhë, natyrisht nuk them që SBA s'ka qenë e përfshirë në kuptimin se s'ka bërë detyrë, por po them s'ka qenë asnjëherë prioritet Kosova për SBA-n. Edhe kjo nuk do të thotë që SBA s'ka interes në Kosovë, dhe kjo do të thotë që SBA s'ka qenë partneri kryesor i Kosovës. Po se ka pas prioritetin numër 1 sepse është SBA merret me sa të mëdha. Po, dhe prandaj të themi kësaj. Ka pas kriza më të mëdha në botë. Po, absolutisht. Pra SBA edhe Kosova duhet të di tash dinamikat çfarë janë aktualisht në bindjen time janë në favor të Kosovës, dinamikat botërore. Sepse bota po ndodh dhe fatmirësisht kemi rënë në hisën e hemisferës perëndimore. Është shumë interesant. Në ato ciklet
ose në rrotët koncentrik që Rusia ka në zonën e influencës së vet, rriti Kosovës dhe i Serbisë ka qenë i fundit që ka mundur të Kosovës, Serbisë dhe të Malit të Zi, poshtë edhe Bosnjës, është ai rriti i fundit koncentrik në të cilin Rusia ka depërtuar në Evropë. Por natyrisht më i rrezikshëm për rajonin tonë. Dhe nëse ne tashmë bim si prerje me thik në hemisferin perëndimor për shkak të kësaj ndarjeje çfarë Koci po e përmend, atëherë kjo është detyrimisht një pastim klasik, sepse Shubaja në pastaj në zonën e vet s'lejon manevrizimesh. Edhe nuk do të jetë largët dita kur Vučići dhe aparatura e tij dhe logjika e tij e qeverisjes do të kandidatet e numëruara në Serbi. Dhe kjo është, si ta themi, mesazh për sjellje politike të liderëve të rajonit tonë. Ta përmbylli. Unë konsideroj që ne duhet dim ta shfrytëzojmë momentin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes vendimit të fundit që ka pasur sidomos me marrjen në mbrojtje me ligj të Republikës së Kosovës, është detyrim ligjor për SBA-n që Kosova të jetë i sigurt. Është detyrim ligjor. Pra SBA-ja e shkel ligjin nëse nuk merret me trajtimin e Kosovës. Dhe kjo nuk ka gjë më të rëndësishme për sigurinë tonë kombëtare. Dhe çfarë duhet bëj Kosova, Doret? Sa është i rëndësishëm në këtë fazë ministri punëve të jashtme në qeverinë jashtme Kurti? Dhe në veçantë në këto raste. Momentet e transformimeve të geopolitikë të atyne rendeve botërore janë përcaktuese për fatet e kombëve. Dhe nëse një vend i vogël si Kosova arrin që të vendoset si duhet në arenën ndërkombëtare, vendoset të bëjë detyrat e veta dhe duket si partner në arenën ndërkombëtare, është përcaktuese. Prandaj, unë konsideroj që krijimi i qeverisë së Kosovës shumë shpejt dhe angazhimi i grupeve lobuese dhe në veçantë një diplomaci më efektive, do të thënë më voluminoze, do duhet ishte detyra e parë pas trajtimit të ujrave që thash pak më herët. Sa di ku qëndron me këto detyrat e para të qeverisë Kurtit? Nuk është se pja caktojmë ne sot, po mundohemi me analizu se si do dukej për shembull 100 ditë i parë i qeverisë Kurti, edhe me një fitore kaq të madhe, sepse derisa po hyrit në emision më treguat që Kurti ka arritur sa 400.009 vota. 400.009 vota, pra është një kryeministër i fuqishëm në vota, në kuptimin e besimit që është dhënë prej qytetarëve të Kosovës. Votohet nga 400.000 njerëz, flet shumë. E subjekti i tij pa arrin në 51%, me gjasë ka arritur tashmë kur po flasim. Edhe besoj që ky mandat, nëse shkon në 4 vjet mandat, nuk do të ketë shumë hapësirë për me u arsyetu. Në kuptimin edhe asaj se çka ka ndodhur më herët në Kosovë me parti tjera, sepse është mandati i dytë. Ku mendoni se do të fokusohet Kurti më shumë në këtë mandat? Po sigurisht që prioriteti kryesor duhet të jetë diplomacia, Ministria e Punëve të Jashtme, duhet të vendos njerëz me kredibilitet të lartë, duhet ajo ministri të jetë më efektive, më efikase, sepse kjo ministri që po shkon tani duket që nuk ka qenë shumë efektive, nuk ka pas shumë angazhime dhe dihet që edhe njohet për 4 ose 5 vjet kemi pas dikon 4 ose 5 njohje. Prandaj duhet që të jetë e fokusuar. Katër njohje duhet që të jetë sa më shumë e fokusuar te Ministria e Punëve të Jashtme, por dhe te Ministria e Financave, sepse e ka si prioritet numër 1 buxhetin, rritjen e pagave, lejimin e Si ka pas motën begati dhe ishte kështu begati në çdo sofër ose diçka e tillë që flet edhe për zhvillimin. Përveç asaj mos shope. Po siguri dhe begati, siguri dhe begati. Do të lidhet komplet, edhe me buxhetin i cili e ka për shpirtin, dhe ashtu e ka thonë, e ka që prioritetin kryesor kalimin e buxhetit për 4 miliardëve që është një prej buxheteve më të mëdha e që nuk mundemi të krenohemi sepse për çdo vit ky buxhet duhet të rritet. Përse është si vjet 4 miliardë, vitin ashtu duhet me qenë edhe më i madh, sepse do të ketë edhe tyra më shumë, edhe zhvillim ekonomik më të madh. Po ashtu si pikë e dytë e Kurtit, i cili pritet që të jetë kryeministri i jashtëm për mandatin 4 vjeçor, e ka edhe procedimin e ligjit për çmimin tavan, e që sipas mendimit tim do të jetë një ligj shumë i mirë, sepse do të ndalë dhe do të frenojë abuzimin e tregtarëve me rritjen e çmimeve. Ky që u rrëzua nga kushtetuesja vonkor? Po i saktë, është rrëzuar ndoshta atje, po megjithatë ky ligji jo, po mënyra se si është. Mënyra se si është bërë është rrëzuar. Realisht kushtetuesja nuk ka thënë që është ligj antikushtetues, ka thënë që rolin e ministrit duhet ndryshohet që mos ta ketë të formohet një grup i pavarur, po, kështu është si pikë e tretë. E zotit Kurti më njëherë pas krimit të qeverisë e ka dhe procedim ndryshimin e ligjit që heq kufizimin e punësimeve të veteranëve. Do të thotë veteranët kanë të drejtë edhe të marrin një pagë të veteranit,
por kanë të drejtë edhe të punojnë dhe të morin një pogë tjetër të punës. Edhe kjo është e mirë, sepse është shkel e drejta veteranit dhe është përbuz ajo kategori e luftës prej themelimit deri sot. Është pika 4 të tij është miratimi i vendimit për pagesën e pogës së 13 për të gjithë shërbysit civil. E që në fakt këto, sipas meje, zoti Kurti është dashur që të paga 13 të hyjnë në ato lista dhe punëtorët e ndërmarrjeve publike për të ndihmuar edhe sektorit privat, sepse është një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat të cilët nuk përfshihen te paga 13 dhe dihet që bizneset private nuk i kanë mundësitë buxhetore që me dhonë edhe pagën e 13. Prandaj është dashur që një pjesë e buxhetit të jepet si shtesë bizneseve private që edhe sektori privat të ketë pagën e 13. Po ashtu kemi edhe 2 ligje tjera të cilat e ka edhe miratimin e pakos për përballje me inflacion 2.0 që është dikon 200 miliard euro, milion euro, që mbështeten me njerëzme të ketë për pensione, për fëmijë, për lehona. Po, e pash në intervistën e fundit Kurtit, Sadik kur flet për këtë, ndoshta prioritetet me njerë pas konstituimit kuvendit edhe thot miratimi i buxhetit, që ka shumë të rëndësishme miratimin e buxhetit, edhe flet për përfitimin e rreth 880 milion eurove nga plani i rritjes bashkimit evropian, 90 milion eurove mbështetje buxhetore nga Banka Botërore, gjitha këto marrëveshje ndërkombëtare që kërkon këtë bashkëpunim me opozitën, që uroj shumë opozita do të jetë aty për këtë pjesë. Nuk do ta kemi nevojën ta diskutojmë këtë pjesën e marrëveshjeve ndërkombëtare. Partitë opozitore në deklaruar që do të mbështesin marrëveshjet. Po, Bedri Hamza e ka thënë zëshëm që do ta bëj këtë. Edhe thot për qerdhet për fëmijë 20 milion edhe 20 milion për sistemin informativ shëndetësor, i cili pritet që një kohë të gjatë kjo pjesa. Pra, do t'i ketë më shumë këto lëvizjet në aspektin që duken si emergjente për qytetarët e Kosovës. Po sigurisht në mandatin që po lëm pas 4 ose 5 vjeçor, më shumë është punu, po megjithatë është marrë me të pa puna që në bën nga të tjerë, ose me punë të këqija që i kanë bërë të tjerë. Ndërsa tani, me fillimin e mandatit të ri, edhe kryeministri, edhe ministrat, por edhe deputetët e lëvizjes vendosë nuk duhet të thonë që ata të tjerë kanë bërë keq, sepse ti ke pas 5 vjet kohë për me rregullu ose me renovu gabimet e të tjerëve. Prandaj nuk duhet të merren me të metat e të tjerëve, por të merren me të metat e mandatit 5 vjeçor që kalon pas dhe të merren të vazhdohet me të mira të cilat janë mendu. Këto të gjitha janë prioritete që i ka qitë për porën zoti Kurti, dhe këtu i ka premtuar gjatë fushatës, dhe këto janë të nevojshme sigurisht për qytetarin. Prandaj është buxheti që po nuk kalu buxheti, ke paga ose mundet të shpërndosh deri me 20%. Lutem, ne mund të kemi pasuja, mund të kemi rreziqe dhe gjatë konstituimit të kuvendit, sepse është shumë e mundur që një vendim i gjykatës kushtetuese rreth kërkesës së një ankese të listës serbska që është bërë në gjykatën kushtetuese rreth zgjedhjes së nënkryetarit nga minoriteti serb, mund të sjellë prapë pasojë dhe rreziqe. Çfarë thotë gjykata kushtetuese respektohet? Po gjykata kushtetuese mund të thotë që kjo parti duhet të caktoj nënkryetarin e kuvendit. Dhe në qoftë se nuk zgjedhet Nenad Rashiqi dhe pastaj ata dërgojnë apel në kushtetuese, kthehet edhe para se sot zoti Rashiqi dha një intervistë. Sa dik me çit pjesën e konstituimit të kuvendit se kemi menuar që kemi. Jo, shiqo. Zoti Rashiqi sot e çeli vetë këtë temë. Sepse tha, jemi në pritje të një vendimi të gjykatës kushtetuese rreth ankesës së listës serbska. Dhe në qoftë se ajo është përgjigje pro Rashiqit, atëherë jam i gatshëm të bëjmë nënkretar i kuvendit. Pra edhe ajo është në dilema se si do të del përgjigja e gjykatës. Unë e çela këtë mëbet sepse mund të jenë të loshe deri s'ka kanë dilemë sa zbohet. Sadik. S'ka dilema ty mos, ajo është punë e preme. Nëse thotë gjykata Kosovë respekton vendimet e gjykatës kushtetuese. Shiqo. Ato respektohen. Po në qoftë se gjykata kushtetuese thotë që Rashiqi nuk ka të drejtë të zgjedhet nënkryetarin e kuvendit. Po nështë bëhet, Sadik. Po ne them ndoshta zbohet, ndoshta thotë zbohet. Atë çka do të ndodhë? Me atë që thotë lëvizja vetëvendosje, që nuk lëshojmë pa, i bie që nuk do të votohet nënkryetari i minoritetit serb. Do ta rrezikojnë konstituimin e kuvendit me kjo është një rast që e çeli sot zoti Rashiqi
dhe për këtë arsye edhe në po merrna me ta. Por, po them, në qoftë se nuk miratohet buxheti te 28 shkurt, atëherë bie që në mars nuk ka paga, as nuk ka as sen mirë. Jo. Po unë e di që do të miratohet buxheti, do të krijohen institucionet, do të zgjedhet kryetari i kuvendit, do të zgjedhen nënkryetar, do të krijohen komisionet e kuvendit të Republikës, do të zgjedhet qeveria, të gjitha këto do të kryhen në afatin sa më të shkurt mundshëm, sepse janë votat. Dhe zoti Kurti do t'i kryejë të gjitha, edhe prioritetet e tij në 5 pikat kryesore që i ka, të gjitha do t'i kryejë në një afat sa më të shkurt mundshëm. Koci, bazuar në atë që e përmendën, në numrin e madh të votave që e ka marrë Kurti në këtë mandat, edhe përqindjes të madhe partisë, edhe numrave që i ka në kuvend edhe në qeveri, çfarë kryeministri e sheh Kurtin në këtë mandat 4 vjeçar? Më pragmatik? Po, e shoh më pragmatik, e shoh ndryshe. Dhe është krejt normale. Ai tani ai ka mandat stabil, ka numra të qëndrueshëm, do të 67-8 do t'i ketë me pakicat jo serbe, nuk ka kur fa rreziku të do të ka shumicë stabile, i duhet ndihmesa e opozitës në rastet kur duhen 2/3 e votave, por nuk mendoj po marrëveshje ndërkombëtare, por nuk besoj që do të ketë probleme. Prandaj besoj që tani ne do të shohim një kryeministër tjetër. Nuk do të jetë më ai që kemi parë deri. Me angazhuar në aspektin e politikës jashtme, se di që është më me interes për ju. Kur e them që do të shohim një kryeministër tjetër, mendoj ekskluzivisht në politikën e jashtme. Do thotë në një pjesë pak të ditur e kemi ministrin e punëve të jashtme, duhet të jetë konjufsa. Tani zoti Konjufsi nuk e njohim në rrafshin e politikës jashtme, nuk ka pasur do të thotë angazhime në atë rrafsh. Mendoj se megjithatë çështja e politikës jashtme megjithatë është filozof me profesional. Mbetet është kompetent, do të jetë kompetent nëse emërohet do të thotë. Mendoj që çështja është do të kryesisht i mbetet kryeministrit. Ne e dimë këtë, pavarësisht kush është ministri i punëve të jashtme, pavarësisht edhe presidentit. Edhe presidentit, po, edhe presidentit. Po kisha për të më shumë ti ndoshta kryeministrit për shkak të kompetencave që i ka. Ndonse, më duhet të them edhe një gjë, unë mendoj kam rezerva se përket nuk mendoj që është kryer çdo gjë. Do doja të jetë kryer, por kanë presidentën e keni? O, absolutisht. Nëse e keni mendoni që mund të rrezikohen këto vota për zgjedhjen e. Unë mendoj që nëse analizohen 2 intervistat e fundit të zotit Kurti, unë mendoj që ai ka qenë shumë i sinqert. Dëgjova këto ditë thonë jo, po shantazhon opozitin, nuk është duke shantazhu opozitin. Është duke sinjalizu gjithë faktorët politik, duke përfshirë këtu edhe zonin Osmani se mund të ketë probleme në sigurimin e 80 numrave dhe se në bindjen time, në leximin tim nën rreshta, ai është i gatshëm do të thotë po, t'ia ofrojë zonës Osmani numrat e vetëvendosjes, por jo të tjerët. Jo të tjerët, sepse ai nuk arritu të sigurojë as për vete dhe as për zotin Konjufsa. E tha, për 11 muaj nuk arritëm ta bëjmë një shumicë të thjeshtë. Nëse zonja Osmani mund të sigurojë ata numra, do të jetë presidentja e ardhshme. Por unë kam shumë dyshime. Kam dyshime shumë të mëdha sepse kjo në këtë rraf nuk mund të ndihmoj asgjë. I ka 5-6 mandat, 6 apo? Sa duhen saktësisht? Nuk mund ndihmoj. 14 numra duhen më shumë, ëh? Po 14 numra duhen. LDK-ja gjithashtu nuk mund të ndihmoj. Edhe nëse marrin vendim si parti që të mbështesin kandidaturën e kujt do qoftë. Ata nuk i kanë 14 numra sepse sidomos në rastin e zonës Osmani. Atë ne dim, aty jam 3, 4, 5, cilët në atë rast nuk do të respektonin vendimin e kryesisë së partisë. Kështu që mbetet vetëm mundësia që PDK të votojë zonin Osmani. Por unë nuk jam i sigurt që PDK do ta bëjë një gjë të tillë pa kërku diçka si... Pse më thatë LDK nuk mundet 14 numra i ka LDK? I ka 14 15, i ka 4 veta brenda, 4 veta brenda, që ne dim që nuk e votojnë zonën Osmani. Okej, e ke për deputetët brenda, që mund ta ludohet edhe me emra. E dim edhe me emra, do thotë, unë nuk du ta. Mendoni që LDK-ja nuk do të dalë pra me një vendim të partisë? Jo, nuk do të dalë sepse ajo mund ta shkaktojë përçarje të mëdha brenda. Edhe nëse është jo, po më thoni. Ata do ta refuzojnë. Mbetet vetëm PDK-ja, por PDK-ja një gjë të tillë nuk e bën pa një pazar të madh, pa
kompenzim të madh. Unë tani çfarë mund të kërkojnë ata, unë nuk e di, por t'i ofron Blanco, PDK-ja, votat për një kandidat vetëvendosis, ose për zonin Osmani, kjo nuk më Si që ka bërë LDK-ja realisht në 2021. Nuk e bërë, nuk besoj që PDK-ja bërë. Prandaj po them, unë e lexoj deklaratën e zotit Kuli, dy prononcimet i deklaroj si sinqerta, si brengosje e tij, si shqetësimi i tij që Kosova vërtet mund, siç e tha ai vet, Kosova mund të shkojë në zgjedhjen e Mars. Nuk duhet përjashtuar mundësinë. Është marrë si me lehtësi do të thotë kjo çështje, por kur zbërthehet pastaj një nga një, AK, LDK, PDK, shifet që nuk do të jetë lehtë. Ka nevojë për kompromis. Unë nuk mendoj që zoti Kurti ka nevojë që ta çaj poshtë një mandat me 400.377 vota që aktualisht i ka. Pra 400.000 vota i ka aktualisht. Edhe me shku në zgjedhje çka pastaj, më marr 400.000 tjera. Është kjo çështje vullneti të zotit Kurti. Natyrisht po. Ai nuk e dëshiron. Unë nuk besoj se ai sinjalizon rrezikun. Jo, prandaj unë besoj që përveç se nuk është dëshirë e tij, kjo është edhe kundrejt vetë lëndëvizjes vetëvendosit që të insistohet domosdoshmërisht në një figurë të caktuar. Edhe këtu zoti Kurti ka përmend edhe në intervistë, edhe ka përmend edhe përsëri fakti që po e përmend zgjedhjet, po jo tregon të gjithë aktorëve, edhe të vetëve edhe të tjerëve se ne duhet që të merremi vesh për këtë çështje sepse kjo ka, ta themi, një çështje tepër delikatesë. Drejt, që jemi më të qartë, kur thua nuk i rrezikon. Po më thua që mund ta ndroj kandidatin, ndroj. Në kuptimin që të bien në di me partitë opozitare për një emër tjetër përveç Vjosa Osmanit. Ne po aludojmë që për shembull PDK-ja nuk shkon pa një marrëveshje politike për ta votuar Vjosa Osmani si Stakoci. LDK-ja ka brenda zëra pro dhe kundër, mund të ketë, nuk i kemi publik. Gjithmonë po flasim mbi bazën e përcetimit dhe asaj që ne dëgjojmë bazë të raporteve që i kemi pa edhe brenda partive politike. Më thua që gjithsesi do të shkojnë me Vjosa Osmani? Unë besoj që zoti Kurti do të jap 30 nënshkrimet e partisë së tij, zonjës Osmani, për të siguruar ajo, ta themi, mandatimin. Sepse zonja Osmani do të marrë dikon 30 nënshkrime. Zoti Kurti mund të ftoj partitë opozitare që edhe ato ta japin një propozim të tyre. Dhe propozimin partitë opozitare do të duhet ta japnin vetëm me një kusht, që ato të pajtohen mes veti për t'i bërë 30 nënshkrime. Nuk ka mundësi të dytë. Pra aktualisht Kurti ka mundësi t'i propozojë 2 kandidat për president, pra të zonjën Osmani dhe një kandidat tjetër formal, sa për të bërë garën, sa për ta bërë detyrën, por opozita si ka nënshkrimet nëse nuk bashkohen edhe për të vendosur një kandidat cili do të qoftë ai. Pra sepse duhet 30 nënshkrime për të siguruar kandidatimin edhe gjysmën e LDK-s, pra nuk mjafton as AK-ja, duhet edhe një tjetër i LDK-s për të bërë 30 nëse bën mbar 2 partitë e tjera dhe kësaj nuk ka gatishmëri prej tyre. Pra prandaj kaq është komplekse situata, edhe me dashur ta me ofru një propozim pa votat e lëvizjes vetëvendosje nuk mund të sigurojë një kandidim tjetër. Unë gjithmonë këtu nuk përfshi listën serbe sepse nëse përfshihet ky subjekt politik, natyrisht që edhe PDK-ja mund të sigurojë votat e mjaftueshme për të pasur një kandidim për president. Kësaj Presidenti Osmani ka thënë që nuk i don votat e listës serbe. Po, sepse do të ishte pastaj shumë afërt për siguruar votat e vet pa partitë e tjera, ndoshta do dojë edhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Po përtej kësaj, unë konsideroj që është një vit i quar dëm, ky që shkoi, e thatë me të drejtë, dhe nëse ne mendojmë tashme për procesin zgjedhor, nuk rregullon asgjë. Çfarë rregullon, çfarë do të bëjë në zgjedhjet e ardhshme nëse prapë nuk zgjitet presidenti edhe në zgjedhjet e ardhshme. Na duhet të fitoj dikush 75 deputet veç, pra një parti politike. Edhe është mirë për demokracinë pastaj. Po, hajde veç që na duhet neve veç për ta krijuar formulën një herë. Duhet të fitoj një subjekt politik 70 vota të veta, edhe duhet të siguroj 10 minoritarëve për ta siguruar, ta themi, mundësinë për të zgjedhur presidentin. Dhe kjo si gjallës pastaj vërtet është shumë minimal ose e pamundur. Që një subjekt politik të fitojë 70 mandate. Zgjedhje ka. Prandaj çka kërkohet këtu? Unë konsideroj që kërkohet një kompromis i madh politik në mes të subjekteve për të reflektuar në raport me situatën. LDK-ja a ka interes me shku në zgjedhje? Unë mendoj që nuk ka.
Unë personalisht mendoj që nuk ka. LDK-ja mund të hyjë në dinamikat e saj të brendshme, të cilat natyrisht nuk e di se ku do ta nxjerrin atë, në kuptimin se sa do dalë e bashkuar nga ky proces, sa do dalë i rikuperuar, se do të jetë formula se do të jetë kryetar i jashtëm, a do të vazhdojë të Abdixhiku të jetë përsëri kryetar partie dhe këtu me pak këto deklaratat që fliten kështu në kuluare. Për shembull, partitë opozitare mendojnë që mund të ketë një rezultat tjetër sepse ka më pak diasporë. Si këtu një aty? Unë besoj se po flasim kështu me analizat bëhemi pak më të kapshëm për qytetarët. Zoti Kurti thotë ne kemi ofruar bashkë me opozitën, ne kemi bërë bashkë me partitë e tjera minoritare kemi ofruar 67 vota. Jo ndoshta edhe 14 të këtyre subjekteve tjera politike. Këta s'kanë vendosur kandidatë të tyre, këta s'kanë vendosur kandidatë. Ti fole para kompromis politik. Po, absolutisht. Kompromisi politik duhet i dy anshëm. Natyrisht, po flas për narrative që krijohet distorsione. Jo, natyrisht. Pyetja është për një situatë tjetër, për një situatë hipotetike kur do shkojmë në zgjedhje çfarë narrative do të krijuaj. Ajo është situatë tjetër. Unë absolutisht jam që partitë politike të ulen dhe të reflektojnë ky rezultat që është e nxjerr Kurti fitues absolut, i nxjerr partitë opozitare humbës absolut dhe pa shpresë për me ndryshu një rezultat shumë shpejt me këta kandidatë çfarë janë aktualisht, së paku kjo është bindja ime dhe prandaj këtu konsideroj që Kurti ka një fitore shumë të madhe të cilën nuk duhet ta çojë dëm. Fitore më të madhe që kaq aty as nuk ju duhet, sepse ka një stabilitet shumë të madh qeverisje. Partitë opozitore rezultat më dopt s'kan me marr kurr. Edhe më mojt zgjedhjet sot, edhe më mojt nesër, edhe sot një vjet, sot më poshtë nuk kanë ku më shku. Prandaj partitë opozitore, duke fillu pe PDK-s, e duke kalu në për LDK edhe te OK-ja. A mo kesh me menu me partinë sa OK-ja. Kesh me menu me partinë. Nuk e besoj që të ta votojnë kandidatën e propozuar nga Lëvizja Vendosur. Që të kandidat vetëm. Pse me qitë kandidatën e vetë ku e din që nuk i merr as 30 vota? Po pse je politik po? Ti je politik, ti ke të drejtën, kompromis me partinë të madhe. Ti e ke të drejtë që në kuvendin e Kosovës, sepse ne kemi edhe demokraci në shtetet e rajonit, kemi kuvende të cilët kuvendorët e humpin mandatin krejt dhe nuk marrin pjesë fare në kuvend. Po na po flasim, e kena pas një vit demokratike në Shqipëri që i ka dorëzuar mandatet. Dhe ka ardhur nuk merr pjesë fare në kuvend. Dhe ku ka ardhur sot si model, ai është modeli i dështuar. Partitë opozitore. Marr do modele më të mira se partitë opozitore në Kosovë, duke e pa që janë në fund pusit, u kallëmnatë që me dhe vanin poshtë. Po shqyqa, ta shti këto në parti politikë, këto nuk e bujnë për interesin e Lëvizjes Vendosur me votu kandidatin për president ose president. Se nuk e ofrohet një bashkëpunim për pjesëmarrje në qeveri. Sadiku po thotë nëse ofrojnë vetëm Vjosa Osmani, po në qoftë se vjen një konsensual, se duhet me votu për se vjen vetëm një që thotë, ne e kemi këtë kandidatë, që ne ju kondoni. Është kompromis. Nëse ofrohet një kandidat, në qoftë se merren vesh të gjithë. Pa marrëveshje, pa kompromis. Dhe nuk është edhe kompromis nëse merren vesh, hajtë se po votojmë për presidentin Osmani, që unë e kisha votu për punën që ka bërë. Strategjia e partive politike opozitore sigurisht që është ndryshe. Prandaj, po pse me votu kandidatin kur ti e humbes? Kur ti nuk të votës? Po s'ke vota. Dhe kur nuk e vota abstinent. Kosovë vema edhe shumë atë mirë me se Vjosa Osmanit? Po ti për ty është, po për opozitën të nuk është? Po nashta për ty s'është Sadik, po na do të më shku një jap më tej, edhe po duket se na veshojmë shumë ngushtë nga prizmi politik të parti jashtë. U duhet pa pak më herë, se nuk është çështje fatit të zonës Osmanit këtu. Po është çështja e fatit të Republikës, pak Sadik se na çka do të zgjidhjeve. Fati i Republikës, të gjithë deputetët duhet unanimisht me votu kryetarin e kuvendit. Po. Asnjë vot s'duhet më mungu mo për kryetarin e kuvendit. Po. Sepse është obligim. Po dhe për presidentin është. Jet lutem. Kryetari i kuvendit duhet më kry. Më pas, qeveria nuk ka nevojë zoti Kurti për votat e opozitës. Dhe edhe qeverinë e krijon. Më pas kalon ligjet të cilat janë shumë nevojshme për Kosovën. Qoftë ligjet marrëveshje ndërkombëtare, qoftë buxheti. Po të lutem, tash me sigurisht që partitë opozitore nuk e shohin presidentin si një person unifikues i vendit dhe si një mbrojtës i kushtetutës. Kënë shohin ata potencialisht se unifikues? Po nuk e di, nuk jam deputet dhe nuk jam Por që po bëjmë ju po thoni kompromis pas po japin alternativën. Haj kallxojmë një muk kanë bën opozitë. Po s'ki alternativë sepse s'ke. Ishte po pyesme. Po Kosovë ka 10. Po. Ka 10 emra që a janë gatshëm i pruata emra ata. Mund ta përbashkojnë
edhe vetëvendosjen me partitë opozitare. Këtë po thonë të kompromisja. Duhet jetë kompromisi i duanshëm, apo vetëvendosja tani është në një pozicion kur ata bëjnë pyetje më konkrete, drejt, se të pasaj do jalë fjallën Kocit. Ideja është, Koci çfarë po thotë është që duhet një kompromis i dyanshëm. Qoftë edhe një parti të madhe me kaq shumë vota për mos më shku zgjedhje, duhet me bë kompromis sepse i duan votat e opozitës. Është e njëjta që e thonin për kryetarin e kuvendit që na mori shumë kohë. Tash, ideja është, a do t'jetë vetëvendosja në pozicionin që unë jam mirë me vota dhe sërish do i marë edhe nëse shkojmë në zgjedhje në mars dhe në anën tjetër opozita do të thotë do të shkojmë prap në zgjedhje edhe me këto vota, cili do të mund të lëshoj më shumë peja, do të shoj ky i madhi në kuptimin që është rahat në mandatin e tij 4 vjeçar me qeveri dhe ta bëj këtë presidentin e unitetit, nëse nuk e dëshirojnë Vjosa Osmanin, po aludoj, apo duhet gjithsesi t'ju thotë që shkojmë në zgjedhje. Këtë po e diskutojmë. Unë po them që nëse kompromisi kërkon lëvizje të dy palëve, nuk mund të kërkosh kompromis dhe në anën tjetër se ja pas një figurë. Pra Kurti mund të thotë unë jam i gatshëm që dëgjoj juve si subjekte politike, LDK-n edhe PDK-n, cili është kandidati juaj. Po. Edhe unë po pyes kanë mundësi këta me vendosi kandidat. E tha një kandidat. Nëse këta nuk sillen as si kandidat. Nëse këta nuk sillen as si kandidat me nënshkrime 30 copa, nënshkrume bashk. Qa me po kompromis me ta? Në sigurojnë ata. Do në siguroj këto dhe më po thëmë si kusht është kë. Nëse ata e sillen si kandidat, gjenën një emër konsensual. A do ta bëj Kurti këtë? Mendon që do ta bëj? Më nëse vendosin një situatë pak më komplekse sa çfarë është. A voton deputet të vetëvendosur se a votojnë presidentin e propozuar nga opozita? Nëse ka marrëveshje politike po. Si e votojnë kur vetëvendosja propozon dikon tjetër? Absolutisht marrëveshjet politike ato e bojnë edhe dy kandidatë brenda subjektit të njëjtë. Ajo është marrëveshja politike, ajo është për qëllime mamadhore, edhe vetë ju e dini kush ka votu, zoti Thaqin atëherë ai Rafet Rama e voton Thaqin, a vetë ishte kandidat për president. Pra kjo është marrëveshje politike, kjo kush ja propozimin është shumë çështje teknike. Po gjithë kjo pastaj lidhet me këtë që e tham na Koci, me rrjedhën se si do të shkojnë pastaj punët e rëndësishme. A e ka Kosova luksin me pas zgjedhje prapë? Absolutisht jo. Jo, nuk e ka. Jo që vetëm se nuk e ka luksin. Por do të ishte katastrofë politike nëse shkohet në zgjedhje prapë. Do të çallje, do thotë, unë e këtë e kuptoj, do të ishte rënje e kredibilitetit të gjithë kësaj klase politike, por pavarësisht që ne kemi një fitore bindëse të vetëvendosjes, nuk mund të imponohet opozitës me çdo kusht një kandidat. Duhet bisedohet me opozitën të gjendet një kandidat i përbashkët që nuk do të ishte as nga radhët e vetëvendosjes, as nga radhët e partive opozitare. Kandidati përbashkët i pranueshëm për vetëvendosjen dhe opozitën. Kosova ka të tillë. Të tilla dhe të tillë. Edhe në bën ndryshimet kushtetuese prezidenti. Kjo pastaj do të obligonte opozitën pa hyrë në koalicion. Zoti Kurti e ka thënë që nuk dëshiron koalicion, do thotë. Edhe në rregull është kjo. Pa hyrë në koalicion, do të obligonte opozitën që të miratoj marrëveshjet ku kërkohet 2/3 e votave dhe ta mbështes qeverinë në dialogun me Serbinë. Nuk do të kishte opozita asnjë argument që ta bëj obstruksion ndaj qeverisë nëse gjendet një kandidat i pavarur i pranueshëm për vetëvendosjen dhe opozitën. Besoj shpesh do ta diskutojmë në fazën e ardhshme kjo do të ishte shumë e rëndësishme për Kosovën. Pse? Do të ulte tensionet, do të ulte polarizimet në skenën politike të Kosovës. Këtë mund ta bëjë një kandidat i pavarur. Tani unë nuk duhet të them kush është i pavarur dhe kush është i varur, sepse ajo është çështje perceptimi në këtë rast nga ana opozitës, do thotë. Kë ata e perceptojnë të pavarur. Por me deklarimet e deri tashme, ne kemi parë që ata të tillë nuk e konsiderojnë zonin Osmani. Zoti Kurti mendoj që nuk do ta ketë prioritet zgjedhjen e presidentit. Ai kandidatit për president që do ta propozon vetëvendosja do t'ia ofron deputetët e vet. 57 ose 58. Plus deputetët e minoriteteve jo serbe, të cilët do ta mbështesin qeverinë. Zoti Kurti ka prioritet marrëveshjen ndërkombëtare, buxhetin dhe këto pikat e tij të cilat i ka kryesore, që mos më lën vendin pa buxhet, mos më lën vendin pa marrëveshje ndërkombëtare etj. Tjerat janë nuk janë më në dorën e Zotit Kurti.
Zoti Kurti 4 deputet. Zoti Kurti 4 deputet. E ka deklaru vetë që nuk ka mujt me marrë deputet të partive opozitore për me kriju qeverin dhe me zgjedh kryetarin e kuvendit në kohë të duhur. Prandaj ai do t'ja obligoj presidenten e vendit, nëse do t'jetë kandidate, siguroj votat të partitë opozitore. Kam minutat e fundit sepse shkuan shpejt. Ato vota, në qoftë se mundet me siguru, presidentja do të vazhdoj, edhe është mirë, sepse edhe presidentja, Vjosa Osmani, edhe zoti Kurti, që të dytë më marrë me politikën e jashtme, bashkë me zotin Konjuvë, se do të kishte qenë mirë. Si do t'jetë raport me Veriun, Koci? Në kuptimin që në mandatin e kaluar, nëse është kritikuar diçka Kurti, ka qenë për mungesë të investimeve kapitale. Për shembull, ja ka bërë me dije shumë shpesh opozita, por aty ku nuk ka arrit opozita me kritiku, sepse si duket tereni ka qenë ndryshe, dhe kjo është e ditur, ka qenë pjesa e Veriut të vendit Mitrovica veriore. Tani atje ka pas zgjedhje lokale, janë disa kryetarë të rinj, janë të listës sërbe. Si mendon që do t'jetë në raport me Veriun qeveria Kurti në këtë mandat? Në këtë mandat qeveria Kurti në veri duhet të arruj gjendjen faktike që e ka kriju vetë. Gjendje faktike shumë të mirë. Atja është tani një gjendje tjetër faktike. Edhe krejt çfarë duhet në veri është të mirëmbahet gjendja atje dhe paralelisht të riparohen efektet në planin e jashtëm që ka sjell ajo gjendje re faktike. Do thotë ne në njërin anë kemi pas gjendje tre faktike, më të mirë, jo më të mirë, por shumë më të mirë në veri, por ajo ka pasur edhe një çmim. Çmimi ka qenë masat e Bashkimit Evropian, qortimet nga Brukseli dhe Washingtoni. Mendoj që faza tjetër duhet të ishte neutralizimi i këtij qëndrimi të bashkisë ndërkombëtare në raport me Kosovën. Pra, hedhja topit të serbët dhe Serbia, që ata janë pala që bëjnë obstruksion, të hiqen masat dhe të komunikohet në mënyrë më të ngushtë, më të afërt me partnerët tanë ndërkombëtar, me aleatët tanë. Sidomos, mendoj që në fazën e ardhshme do të jetë shumë i rëndësishëm komunikimi me Washingtonin. Mendoj unë parashoh kaos, mos them, në Bruksel për shumë arsye, prandaj do të jetë shumë i rëndësishëm të vihet komunikim normal, i afërt, i ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata do të jenë faktori kyç për çdo çështje në Ballkan dhe sidomos për Kosovën. Dore. Është vërtet inkurajuese fakti që fituesi i zgjedhjeve, një nga premtimet kryesore të tij ka dhe revitalizimin e kombinatit Trepça përmes një partneri ndërkombëtar të një shteti të madh dhe mik të Kosovës. Kjo bën pjesë në kuadrin e diplomacisë ekonomike fitore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë potenciali, do të jenë partneri kryesor që Kosova duhet të ketë në diplomacinë ekonomike të Kosovës. Çështja e Trump, sidomos ndaj minierave dhe mineraleve, ka qenë përcaktuese për sjelljen e tij politike dhe unë konsideroj që një angazhim i shtuar sidomos në këtë sektor, pra në politikën e jashtme, duke i validizuar të gjitha dimensionet e saj, duhet të jetë gjëja që duhet ta përcaktojë sjelljen politike në arenën ndërkombëtare. Unë besoj që qeveria jashtme e Republikës duhet të intensifikojë komunikimet e çdo llojshme, çdo formati, çdo niveli dhe çdo dere që është në shërba për të ruajtur arritjet e suksesshme të Republikës dhe për të siguruar një qëndrueshmëri afatgjate dhe stabilitet, sidomos në sferën e sigurisë. Unë ju falenderoj shumë për opinionet e juaja. Besoj do të jemi këtu, sidomos presidentën do ta diskutojmë shpesh deri në muajin mars dhe do të shohim se si do të marrë epilog, gjithsesi krijimi i tjetër institucioneve do të jetë më i shpejt. Faleminderit zotri Koci, faleminderit Ret Sadek, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, tu po e përfundojmë edhe këtë edicion të RTK Prime. Ne do të shihemi javën e ardhshme. Ju qëndroni ende me RTK.